Në jug të vendit, aty ku toka është kthyer një nga asetet më të shtrenjta të Shqipërisë, historia e pronave po ecën paralelisht me një bum hotelesh, resortesh dhe kompleksesh turistike. Ksamili është një prej pikave ku ky fenomen shfaqet më fort. Parcela të dala nga procese të vjetra, kthimi e kompensimi, vendime gjykatash, tjetërsime të njëpasnjëshme dhe investime miliona euroshe që sot kanë transformuar vijën bregdetare. Pas fasadës së turizmit luksoz, dokumentet e pronësisë tregojnë një histori shumë të ndërlikuar. Të njëjtat toka kalojnë nëpër familje të vjetra pronare, institucione fetare, vendime gjyqësore, biznesmen dhe kompani private, ndërsa në disa prej tyre sot ngrihen struktura turistike që gjenerojnë të ardhura të konsiderueshme. Dje pamfleti tregoi se si u bë Rahman Selmanllari, pronari i Ksamilit. Sot po shkoj më tej. Dosja 137 hektarëve në Ksamil duket se nuk mbaronte mënyra se si tokat kaluan përmes vendimeve gjyqësore dhe më pas u coptuan e tjetërsuan. Gjurmimi i pronave dhe bizneseve që janë ngritur mbi to nxjerr në skenë një emër tjetër, Cereni Smet Shehu. Shehu shfaqet si një pikë lidhëse mes dy personazheve që dalin në historitë e pronave dhe bizneseve turistike, Rahman Selmanllari dhe Bekim Bulicës. Me Selmanllarin lidhja është e drejtë për drejtë dhe e dokumentuar në biznes. Të dy janë bërë ortak me 50% në shoqërinë RM Group, të regjistruar më 19 maj 2026 me aktivitet në sektorin e turizmit në Dhërmi, bar kafe, restorant, hoteleri, stacion plazhi, parking dhe shërbime të tjera. Pra Selmanllari dhe Shehu nuk janë thjesht njohje, ata kanë futur kapitalin e tyre në të njëjtën kompani dhe në të një investim turistik. Për të qenë më të saktë, ata kanë hapur restorantin Zafira. Emri i Selmanllarit është prej vitesh i lidhur publikisht me Shkëlqen Berishën, djalin e ish kryeministrit Sali Berisha. Pamfleti ka raportuar vazhdimisht për marrëdhënien e afërt mes Selmanllarit dhe Shkëlqen Berishës, duke ngritur dyshime se disa prej interesave ekonomike dhe pronësore të Selmanllarit mund të qëndrojnë interesa të lidhura me djalin e ish kryeministrit. Por kur nga Dhërmiu zhvendosemi në Ksamil del pjesa tjetër e historisë. Në Ksamil operon Principotes, aktiviteti që lidhet me familjen Bulica. Dokumentet e regjistrit tregtar tregojnë se shoqëria Tortuga Bay është themeluar më 19 janar 2022 dhe figuron me Kade Bulicën si pronare të 100% të kapitalit dhe administratore. Ajo është nëna e Bekim Bulicës. Edhe më domethënëse është adresa ku është regjistruar kompania Ksamil, zona kadastrale 2297, pasuria numër 5, fraksion 645. Pikërisht kjo pasuri del edhe në dokumentet e siguruara nga pamfleti për konfliktin e pronësisë të familjes Çoçoli. Trashëgimtarët e Selfo Çoçolit kanë pretenduar se janë pronarët e ligjshëm të një sipërfaqeje prej 8800 m2 në këtë zonë, duke e mbështetur pretendimin e tyre te vendimi numër 321, datë 9/8/1996 i Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave. Në kallëzim drejtuar prokurorisë së Sarandës, familja Çoçoli ka akuzuar subjektin Principotes se ka zaptuar një pjesë të konsiderueshme të kësaj prone dhe se mbi të janë kryer ndërtime. Dokumenti identifikon Principotes dhe administratore Kade Bulicën, ndërsa objekti i kallëzimit është shkatërimi dhe pushtimi i pronës private dhe ndërtimi pa ligjshëm mbi pasurinë që kallëzuesit pretendojnë se u përket. Por emri Çoçoli është pikërisht ai që rikthen historinë te dosja e Selmanllarit. Siç publikoi pamfleti, dje historia e 137.5 hektarëve në Ksamil kalon përmes një zinxhiri pronësie që nis nga pretendimet e vjetra mbi tokën, vazhdonte kryegjyshata botërore bektashiane dhe pas 4 vendimeve gjyqësore të viteve 2006-2009 përfundon në coptimin dhe tjetërsimin e pronave. Në këtë zinxhir shfaqen më pas Shkëlqim Beshiri dhe Rahman Selmanllari. Kështu krijohen dy histori pronësie që në pamje të parë duken të ndara, por që kanë një emër të përbashkët në origjinë. Në njërin anë kemi Riza Çoçoli, Selfo Çoçoli, trashëgimtarët. Në anën tjetër kemi Tortuga Bay Principotes, familja Bulica. Pasuria 5 fraksion 645, Tortuga Bay Principotes, familja Bulica. Në anën tjetër kemi zinxhirin e 137.5 hektarëve. Prona e pretenduar në Ksamil, kryegjyshata, coptimi i sipërfaqes, Shkëlqim Beshiri dhe Rahman Selmanllari. Dhe këtu shfaqet një përkim që e bën historinë edhe më interesante. Prona për të cilët trashëgimtarët e Selfo Çoçolit kanë ngritur pretendimet e tyre dhe ku figuron e regjistruar Tortuga Bay është rreth 8800 m2. Në dokumentacionin e dosjes tjetër shfaqet ndërkohë një sipërfaqe prej 8732 m2 që kalon drejt Rahman Selmanllarit. Mes dy sipërfaqeve ka vetëm 68 m2 diferencë, por për të tokës, fiet bashkohen përsëri te bizneset. Selmanllari ka hyrë në ortakëri me Cereni Smet Shehu në Dhërmi. Në anën tjetër të kësaj harte interesash, qëndron familja Bulica me aktivitetin Principotes në Ksamil. Pyetja që ngrihet është nëse Cereni Smet Shehu është vetëm një restorator që rastësisht shfaqet në të njëjtin rreth biznesesh, apo një hallk që bashkon interesa dhe kapitale shumë të mëdha. Dihet se Cereni dhe Bulica janë miq mes tyre,
Madje ai ka shpërndarë edhe një video duke shtruar iftar me Bekim Bulicën, e cila u zhduk pas vrasjes së turistit. Edhe profili financiar i kompanisë së tij meriton vëmendje. Shoqëria Cereni Smetsheu u themelua në tetor 2019 me kapital 100.000 lek. Në mars 2020 kapitali u rrit në 67.65 milion lek. Vetëm pak javë më vonë qeveria miratoi dhënien me qira me tarifën simbolike 1 euro të ish repartit ushtarak në Surrel, një pronë shtetërore prej 40.000 metra shkatror për një periudhë 20 vjeçare. Në vitin 2023 kompania Sheut raportonte rreth 238 milion lek xhiro vjetore dhe afro 32.8 milion lek fitim përpara tatimit, ndërsa 3 vite më vonë ai shfaqet në një tjetër investim turistik, këtë herë në ortakëri 50-50 me Rahman Selmanllarin. Pra kemi një biznesmen që brenda pak vitesh kalon nga restauracioni dhe agroturizmi në Surrel te investimet turistike në Bregdet, për të bërë më pas ortak pikërisht me një prej emrave që del në dosjen e tokave të Ksamilit. Në krahun tjetër është familja Bulica, me një kompani të regjistruar pikërisht mbi këtë pasuri në Ksamil, pronë që është objekti një konflikti të vjetër me trashëgimtarët e familjes Çoçoli. Regjisti tregtar konfirmon se Tortuga Bay ka Kade Bulicën pronare të vetme dhe se aktiviteti i saj përfshin restorant, hotel, mirëmbajtje plazhi, klub dhe parking. Këtu dosja nuk është më vetëm histori tokash, ajo kthehet në histori kapitali, kompanish, ortakërish dhe investimesh turistike. Rahman Selmanllari del te pronat e Ksamilit dhe më pas ortak me Smetsheu në Dërmi. Familja Bulica del te Principotes dhe pasuria 5 fraksion 645 në Ksamil, ndërsa Cereni Smetsheu shfaqet në mes të një rrjeti biznesesh turistike, ku investimet dhe pronat kanë vlera shumë më të mëdha se kapitalet fillestare me të cilat janë krijuar disa prej kompanive. Prandaj pyetja që shtrohet është: a është Cereni Smetsheu lidhja për pastrimin e parave të Rahman Selmanllarit dhe Bekim Bulicës? Përgjigjja fshihet te gjurma e parave, kapitalet e investuara, financimet e resorteve, marrëdhëniet mes kompanive, kontratat, pronat e përdorura për investim dhe transfertat mes ortakëve. Sepse në këtë histori emrat mund të ndryshojnë nga Ksamili në Dërmi, por fijet vazhdojnë të kryqëzohen te tokat, resortet dhe parat.